Figurat më të shquara të kombit shqiptar rikthehen përmes inteligjencës artificiale në një video mesazh të kryeministrit Edi Rama për samitin e diasporës nën moton "Përmes rrënjëve lartësohemi, të bashkuar forcohemi". Video nis me Gjon Buzukun, hartuesin e Mesharit, librit të parë në gjuhën shqipe. Vëllezërit Frashëri dhe Gjergj Fishta, i cilësuar Homeri shqiptar, janë pjesë. Heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe ati, pavarësisht Ismail Qemali, janë rikthyer përmes teknologjisë për të përcjellë mesazhin e takimit të shqiptarëve në Tiranë. Shenjtoria Nëndereza, Marin Barleti, Ironim Derada, Faiko Nica, Fannoli, Naum Veqil Harxhi, Karl Gega parakalojnë me radhë. Video mesazhi vjen me personalitetet e artit, kulturës dhe shkencës. Eqerem Çabej, Marie Kraja, Ibrahim Kodra, Bekim Fehmiu, Vangjush Mio, Aleksandër Mojsiu, Petro Marubi, Onufri, Luiz Gurakuqi, Jan Kukuzeli, Ismail Qemali dhe Migjeni, Mitat Frashëri, është përzgjedhur për mbylljen. Samiti 4 i diasporës do të zhvillohet në Tiranë nga data 13 deri në 15 prill 2026 dhe synon të forcojë lidhjet me shqiptarët në mbar botën dhe të kthejë idetë në veprime konkrete për zhvillimin e vendit. Agjenda e ditës së parë parashikon me ceremoninë e mirëseardhjes dhe dekorimin e personaliteteve të diasporës nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. E marta 14 prill është dita kryesore e samitit, ku është parashikuar dhe fjala e kryeministrit Edi Rama. Sipas agjendës, samiti do të zhvillojë një program të strukturuar me panele tematike, ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të përzgjedhin fushat e interesit si ekonomia, kultura, arti dhe teknologjia. Ky aktivitet vjen në kuadër të përpjekjeve për të forcuar lidhjet me diasporën dhe për të shfrytzuar potencialin e saj në zhvillimin ekonomik, kulturor dhe social të vendit.